Ministre e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Albana Koçiu ka inspektuar nga afër qendrën shëndetësore verore të vendosur në zonën bregdetare tek Gjiri i Lalzit në Durrës, duke u ndalur te roli i tyre. Ajo theksoi se në këto struktura mjekësore ofrohet ndihmë për raste urgjente, jo vetëm për pushuesit, por edhe kujdes të shtuar për banorët me komplikacione të sëmundjeve kronike. Ne kemi 36 qendra shëndetësore në të gjithë vendin, qendra shëndetësore verore, prej të cilave 20 kanë dhe postacion autoambulance. Duhen thënë që ka pajisje të reja që e bëjnë edhe shërbimin edhe u lehtësojnë akoma më shumë profesionistëve që punojnë këtu, por ndërkohë edhe përmirësojnë shërbimin që ofrohet. Patjetër që ne jemi këtu për të ofruar ndihmën e parë në raste urgjence dhe emergjence dhe që të suportojmë edhe ato momentet kritike ku do duhet që për shkak të një patologjie të caktuar ne të jemi në dispozicion. Gjithashtu ministra ka nënvizuar se qendrat shëndetësore verore janë të pajisura me pajisje jetë shpëtuese të domosdoshme, që u lehtësojnë punën profesionistëve dhe përmirësojnë cilësinë e shërbimit. Në të 36 qendrat ofrohet shërbim shëndetësor pa ndërprerje dhe do të jenë të hapura deri më 30 shtator për të garantuar një sezon turistik të sigurt dhe të shëndetshëm për pushuesit të vendas dhe të huaj. Aktualisht në zonën e Durrësit dhe të Kavajës janë në dispozicion të pushuesve 8 qendra shëndetësore verore të hapura 24 orë në ditë.